Po Shqipe, përshëndetje për ty dhe gjithë shikuesit e Kanal 10. Kanë kaluar afro 2 orë gjysmë që ky takim le të themi ka filluar, megjithatë është duke vazhduar ende për takimi mes të parit televizjes Vetëvendosje dhe njëherësh kryeministrit në detyrë Albin Kurtit, si dhe kryetarit e Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku, ani pse ky fundit në konferencën për shtypjavën e kaluar tregoi detaje se i është dhënë vetëm 3 ministri dhe pra japin dorëheqje, nëse mund ta quajmë kështu kushtimisht, nga gjitha pozitat, qoftë edhe presidenti. Megjithatë, një takim pikërisht për presidentin e ri të Republikës së Kosovës është duke u zhvilluar në ambientet e kuvendit të Kosovës. Aktualisht informacionet që kemi për brenda është se nuk besojnë se do të dalin dhe të flasin për media menjëherë pas këtij takimi, ani pse është duke vazhduar një takim i tillë. I pam edhe deklaratat ku i pari i lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti u shpreh optimist se ky takim do të përfundoj, nëse e ka quajtur ashtu, edhe me një marrëveshje të mundshme. Megjithatë ende nuk kemi një përfundim të këtij takimi. Ajo se çka vlen të përmendet Shqipe këtu është se takimi ka filluar, u raportua se kishte filluar në ora 16 dhe ka kaluar ora 18 që kur ky takim është nisur dhe nuk ka përfunduar ende. Mbetet të shihet nëse do të kemi një ripërsëritje të takimit para 2 javësh ku u zgjati më shumë se 3 orë gjysmë dhe nuk pati një marrëveshje konkrete mes dy partive të cilët janë pra që krijojnë numrat për zgjedhjen e presidentit të ri të Republikës së Kosovës. E krejt këto zhvillime nisën pikërisht për formimin e konstituimin e kuvendit, më saktësisht ku i pari i lëvizjes Vetëvendosje refuzon që të ketë, siç thot ai, një konstituim të kuvendit apo një formim të institucioneve të reja pa u arritur një marrëveshje e mundshme për presidentin. Në takimin e sotëm të thirrur nga ushtruesja e detyrës së presidentit së Republikës së Kosovës Albulena Agjiu, të 3 partitë opozitare nuk shkuar në takim, pra Partia Demokratike e Kosovës që vazhdon me aksionet e tyre çdo mëngjes në përballë qeverisë së Republikës së Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila tha se ne takohemi vetëm me Kurtin dhe pikërisht kjo gjë po ndodh, si dhe Aleanca që ka qëndrimin e qartë të tyre se pa u përmbushur kërkesat e tyre nuk do të votojnë apo do ta krijojnë quorumin për presidentin e ri të Republikës së Kosovës. Shqipe, kaq nga këto, nga kuvendi me informacionet e fundit. Sa po të kemi